SPAK së bashku me autoritetet italiane goditën një grup kriminal të trafikut ndërkombëtar të lëndëve narkotike në Itali, Ballkan, por edhe më gjerë, duke lëshuar 52 masa sigurie në total ku janë ekzekutuar 40 prej tyre. Në krye të grupit dyshohet se qëndronte Gjevdet Troplini, i cili duket se tashmë drejtimin ja kishte lënë nipit të tij, Elvis Doçi, i njohur ndryshe si Visi i Pojës, si dhe Adi Çobës. Por pjesë e këtij grupi kriminal ka qenë edhe Ekil Nderjaku, i cili njihet ndryshe si Kili. Ati është komunikuar masan me burg, pasi është një prej të arrestuarve për atentatin ndaj ish prokurorit Arjan Doja dhe Rumit të Shiakut, teksa akuzohet edhe se ka siguruar kushtet dhe mjetet materiale për të eliminuar Mitri Priftin në periudhën 4 tetor 2020 deri në 30 janar 2021. Ndërkohë, në lidhje me aksionin Ura nga bisedat e zbardhura nga aplikacioni i enkriptuar SkyCC, ka dalë në drica më 7 shtator 2020, Kili kishte marrë porosi për 2 kg kokainë që u dorëzua në Itali nga bashkëpunëtorët e tij me çmimin 38.000 euro për kilogram. Po ashtu, pjesë e dosjes hetimore për Kilin është edhe dëshmia e të penduarit të drejtësisë Nurettin Dumani. Ky i fundit parajetuesve ka deklaruar se Ekil Nderjaku merrej me kokainë që prej vitit 2013, pasi merrnin drogë prej tij dhe se kishte ngritur një laborator për përpunimin e kokainës pranë hotel-restorant Koral. Sipas Nurettin Dumanit, Kili vitet e fundit ishte bërë edhe më i fuqishëm, teksa kishte bler me lekët e kokainës edhe 3 makina të blinduara.